Forcat federale amerikane hapën zjarr dhe vranë një grua në Minneapolis gjatë një operacioni masiv kundër imigrantëve. Viktima dyshohet se u përpoq të godiste agjentët e anti-imigracionit me makinën e saj në Minnesota. Të shtonë atroqën një turm të madhe protestuesish. Gazetarët në vendngjarje pa një zonë të rrethuar me një numër të madh agjentësh në kryqëzimin e rrugës së 34 në Avenue Portland. Gruaja ishte bashkëshortja e një udhëheqësi në lëvizjen e evokimit për imigrantët. Njoftoi zyra e senatores Tina Smith. Një zëdhënëse e sigurisë kombëtare tha se viktima kishte përdorur makinën e saj si armë në një përpjekje për të vrarë agjentët federal që po kryenin një veprim të synuar. Me mbi 2000 agjentë të forcave anti-imigracion, Minneapolis është objektivi më i fundit i fushatës administratës Trump kundër imigracionit të paligjshëm. Agjentët e anti-imigracionit po shkaktojnë kaos, tha kryebashkiaku Jacob Frey, i cili në profilet e tij në mediat sociale u bëri thirrje forca federale të largohen menjëherë nga qyteti. Detajet rreth shtonave janë ende të pakta. Megjithatë dihet se në zonë kishte një panitë të madhe agjentësh federal dhe lokal. Midis atyre që morën pjesë në aksion ishte Gregory Bovino, një zyrtar i lartë të organave dhe patrullës kufitare të SBA-s, i njohur si fytyra e goditjeve kundër imigrantëve në Los Angeles, Chicago dhe qytete të tjera. Të shtonat shënojnë një përshkallëzim dramatik në një seri operacionesh të fundit të zbatimit të ligjit për imigracionin të kryera në qytete të mëdha amerikane. Minneapolis dhe qyteti i saj si motor, St. Paul, kanë qenë në gatishmëri të lartë që kur Departamenti i Sigurisë Kombëtare njoftoi nisjen e operacionit lidhur pjesërisht me akuzat për mashtrim që përfshin banor me origjinë somaleze, gjë që bëri që guvernatori Tim Walz të mos kandidojë për zgjedhje. Zona e të shtonave është një lagje modeste banimi në jug të qendrës së Minneapolis, pak më shumë si 1 milje nga vendi ku afrikan-amerikani George Floyd u vra nga një oficer policie i bardhë në vitin 2020.